Arrestohet i forti i Fierit kërcënoi efektivin e FNSH që e ruante tek dera. Një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore është arrestuar nga policia e Fierit pasi akuzohet se ka kanosur për shkak të detyrës një efektiv të FNSH-s. Në pranga është vënë shtetasi Alessio Gjello, 40 vjeç, banues në Fier, i njohur ndryshe si Titi, teksa ka përdorur më parë emrin Astrid Hasani. Policia raporton se ky person ndodhej në masën e sigurisë arrest në shtëpi me mbikëqyrje policore 24 orë për vepra penale, trafikimi i armëve dhe municionit luftarak, largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit, rrëmbimi ose mbajtja penge e personit të kryera në bashkëpunim ose vrasja e punojësve të policisë së shtetit të mbetur në tentativë. 40 vjeçari ditën e djeshme ka kanosur duke shar ofenduar dhe kërcënuar punojësin e policisë së forcës kombëtare të sigurisë, njësia Fier, i cili ishte në shërbim në mbikëqyrje të këtij shtetasi, raportojnë autoritetet. Alessio Gjello, alias Astrid Hasani, është një emër i njohur për drejtësinë pasi në qershor të 2019-s ai u aratis nga burgu në Greqi së Bashku me 3 shqiptar të tjerë. Shqiptarët u aratisën nga qelia e izolimit pasi neutralizuan policët e shërbimit. Ata po mbaheshin në pritje të gjykimit për vjedhje. Njëri prej tyre ushtir sigurisht e i sëmur dhe ra në tokë. Kur një polic hyri në qeli që të shihte çfarë kishte ndodhur, ata e neutralizuan në kërcënimin e një sendi të mpret që nuk dihet se si kishte rënë në duart e tyre. Pasi zbritën në hyrje të godinës ku përballen me një police që ishte roje, të cilën gjithashtu e neutralizuan. Ata u morën 2 policëve armë dhe telefona celular dhe arritën të largoheshin nga komisariati. Alessio Gjello, alias Astrid Hasani, ka qenë i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e një greku dhe i përfshirë në 8 shkëmbime zjarri në policinë e Greqisë, si dhe në dhunimin e gruas së një diplomati tuaj gjatë grabitjes së shtëpisë së tyre dhe rrëmbimin e një të riu që e liroi pasi mori shumë parash nga familja e tij.